Mira protestues parakaluan sot rrugëve të Prishtinës duke kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet OKB-s dhe Beogradit për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë. Protestuesit thanë se ky plan çon në ndarjen e vendit dhe u bën thirrje udhëheqësve të Kosovës që të këmbgulin në qëndrimin e tyre refuzues ndaj këtij plani. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besima Bazi. Mira protestues kundërshtuan sot 6 pikë të marrëveshjes ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Marrëveshja ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit parasheh një shkallë të gjerë të autonomisë për policinë, doganët dhe drejtsinë në veriun e Kosovës, skeni kundërshtime të ashpra të pjesëtarëve të komunitetit serb ndaj pavarësisë së vendit. Prishtina ka refuzuar këtë dokument, ndërsa dje ka dorëzuar ndihmë sekretarit amerikan të shtetit një dokument të vetin 4 pikësh për rrugën e shtritjes së misionit të Bashkimit Evropian për policinë e drejtsinë në Kosovë. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës udhëtuan sot për në Londër, ku do të takohen me kryeministrin britanik Gordon Brown dhe sekretarin e jashtëm David Miliband që debatojnë për këtë proces. Protestuesit që mbanin parolla kundër 6 pikave të planit të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e cilësuan atë si synim për ndarjen e vendit, ndërsa u zgjidhje udhëheqësit politik të ngulin këmbë në qëndrimin e tyre refuzues. Prandaj duke mos pranuar ato 6 pika të zotit Ban Ki-moon, institucionet e Kosovës në këtë rast dhe populli i Kosovës i thot joni të keqe që do të trazonte jo vetëm Kosovën në pjesë të rajonit, por edhe Evropën. Oratorët e protestës së sotme thanë se është e papranueshme që EULEX-i të jetë i paanshëm ndaj statusit të Kosovës. Kërkesë kjo kryesore e Beogradit që kundërshton pavarësinë e vendit të shpallur me 17 shkurt. Drejtuesi i lëvizjes Vetvendosi Albin Kurti tha se prania civile ndërkombëtare në Kosovë është e pranueshme, por në marrëveshje me Kosovën dhe jo me Serbinë. Çfarë neutraliteti e EULEX-it e legjitimon si tal Serbinë për me vendosë për Kosovën. E na i themi jo Serbisë. Vendosja e EULEX-it në Kosovë është paraparë me planin e kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Martet Hisari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e vendit. Por kundërshtimi i Beogradit me mbështetjen e Rusisë ka bërë që shtrirja e tij në Kosovë të shtyhet për muaj të tërë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se fillimi i muajit dhjetor mund të shënojë edhe fillimin e funksionimit të këtij misioni, por gjërat do të varen nga procesi aktual i bisedimeve rreth këtij procesi. Për Zërin e Amerikës, Besima Bazi, Prishtinë.